90 ditë brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4, përmendëm pak më parë Rozana Radin, sigurisht një ndër personazhet më të komentuara për dinamikat që ka sjellë në shtëpi, për energjinë, po absolutisht edhe për personazhin që ajo është. Në këtë mëngjes në Wake Up ne kemi Andeta Radin. Mirëmëngjes. Motrën e Rozanës, po dhe regjisoren në profesionin e saj. Mirëserdhët. Për ta pyetur se si e ke parë Rozanën, sa të ka marrë malli, se kam përshtypjen që ju jashtë e përjetoni akoma dhe më shumë. Më ka marrë malli. Shumë më ka marrë, në dhomën time nuk me kalendarin. Unë mbaj kalendarin. Është një gjë që kam çuve, kam si impuls nuk e mbaj dot. Okej. Rozi 80 ditë brenda, edhe unë 80 ditë brenda. Edhe ti. 80 ditë brenda, ndoshta Rozi emocionet që përjetoni ka të dy fishuara, po aq i kam edhe unë jashtë. Është në ditët e javës unë takohem çdo ditë me Rozin. Domethënë nuk ka ditë që Rozi zgjot nga gjumi, më bën telefonatën e parë, shkon në punë, më merr në telefon, po futem në regjistrim, del nga puna, sapo del nga puna ne pim kafen bashk. Më mungon kjo rutina. Pra jeni shumë të afërta me njëra tjetrën. Jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën, por nuk më mungon sepse shoh 24 orë në 24. Domethënë flë me të edhe zgjohesh me të. A ka një moment Andeta që realisht je prekur, edhe ke qarë ndoshta edhe më shumë se Rozi? Po. Ka shumë momente. Ka shumë momente. Momenti i parë ka qenë momenti kur pati debatin me Gertën. Unë nuk jam njeri shumë i dhënë mbas rrjeteve sociale, por u detyrova të bëj një reagim. Një reagim që e kam bërë. Një reagim për një atëherë kjo është një plagë që ka Rozi. Edhe besoj që si Rozi mund të ketë edhe shumë vajza të tjera, por nuk dua ta përgjigjsoj, dua të mbetem te motra ime. Një njeri që lufton për të pasur diçka në jetë dhe që ti e prek tek ajo pika e dobët e saj, për mua nuk është gjë e bukur. Kur hyn aty brenda, ti mendon dhe i merr parasysh të gjitha. Por kam përshtypjen se është një cak që nuk duhet kaluar. Ka limite. Kurse këtu limitet kanë kaluar me kohë. Dhe jo më larg se mbrëm është të i kaluar një tjetër limit. Domethënë nuk është puna që ti thua je vajza e Nandit, sepse Rozi, ashtu si edhe unë kemi përndert jemi vajzat e Nandit, biles mua gjithë jetën më kanë thënë goca në Andradit, derisa arrita që me punë, me gjitha, është krijuar. Se s'është lehtë kur je. Nuk është lehtë. Kur je në një pemë të madhe, po themi shtritesh pa. Dhe kjo ka qenë arsyeja që unë se kam pas kur qef të jem në ekran, po kam pas dëshirë që të jem gjithmonë mbrapa ekranit, edhe pse është pak a shumë i njëjti profesion. Sepse doja që mos thoni që goca Nandit, jo, derisa të dilja dhe thoshin që kjo është Andeta. Edhe Rozi e ka hequr shumë në kurriz këtë pjesë, ka luftuar shumë. Kujtoj njerëzit që të jesh vajza e një personazhi të njohur, ose siç është Nandi ose mbesa e dikujt, siç ka qenë Franco, është e lehtë për të gjetur vendin tënd, qoftë në rrugën e artit ose në një rrugë tjetër ku ato kanë dhënë diçka, është më e vështirë, jeni të sigurta për këtë. Po, Andeta, ka nga ata që mendonin që edhe Rozi e përdor këtë, që bën sikur preket më shumë se ç'preket vërtet. Çfarë do të thoshe atyre që thonë që pikërisht që të komunikova? Kush e njeh Rozin e di shumë mirë që kjo është një pikë shumë e dobët e saj. Fakti që shtëpia jon ka qenë një shtëpi shumë e madhe, ku nuk hanim dot kur një drek vetëm, pasi kishim non stop njerëz që hynin, dilnin, kjo për shkak të miqësive të shumta që ka pas babi. Në një moment mbas largimit nga jeta të babit, me cilin Rozi ka qenë shumë e lidhur, dhe direkt 2 vjet pas ti mami, ajo shtëpia e madhe me aq shumë njerëz mbeti bosh. Unë shkoja në shtëpinë time, kisha djalin tim, ndërsa Rozi e mbyllte derën dhe ajo shtëpia aq e madhe, se ka qenë vërtet shumë e madhe shtëpia jon, e hante vetëm. Edhe është një plagë që ajo e ka sot ende dhe nuk e ka kaluar. E kuptoj. Kështu që kur i përmendet emri babit, e vuan vërtet shumë. Preket ende. Ajo çdo arritje që përpiqet që të bëjë në rrugën e saj, e bën dhe sa herë ka një arritje, gjithë tufat e luleve, qofshin të shfaqeve, qofshin të çmimeve, i çon gjithmonë të nesërmen në varreza. Po mirë, Andeta, a ja vlen të sakrifikoj kaq shumë një artiste si Rozana duke duruar komente të tilla? Për hatër të një loje, se çdo gjë aty brenda justifikohet me faktin që është lojë. Jo, unë mendoj që lojë është deri në momentin kur ti luan. Në momentin kur të preken disa gjëra, pastaj nuk, për mua nuk quhet më lojë. Çfarë këshille do t'i jepi Rozanës ti
përballë komenteve të Gertës. Apo edhe të tjerëve, se ka patur dhe personazhe të tjerë brenda shtëpisë që e kanë po prekur edhe ofenduar. Të japësh këshilla kështu nga jashtë është kollaj. Do t'i thoja që ti je qetë, që të përpiqesh ta injorosh, që të mos reagosh, po jam e sigurt që nuk jam e qetë unë nga jashtë. Imagjino ajo që është brenda. Domethënë janë disa gjëra që kur ti prekin, ti sado që të punosh me veten dhe thua, un habite me Rozën. Nuk e dija që ishte kaq e qetë. Edhe kaq e fortë. Edhe kaq e fortë. Unë nuk e di nëse do t'ja kisha dalë siç ka dalë ajo deri tani. Andita, po kanë gjatë gjithë kohës, e përmendi edhe Nada, po themi debate, grindje, kapen me njëra tjetrën me Gertën. Pra dhe Gerta me Rozanën dhe Ana Silltes. Kanë ndonjë po themi konflikt ose mos pëlqim, nuk e di, nga jashtë, apo ka lindur çdo gjë brenda shtëpisë, se duken sikur kanë ndonjëherë ndonjë inat të mbartur se kthehet në personale. Për te Big Brotherit. Absolutisht, nuk kanë pasur asnjëherë një kontakt vetëm. Unë me sa mbaj mendun, dikur Gerta e ka ftuar në emisionin e vet, Rozi po e ka ftuar te vetë Gerta, nuk ka shkuar dhe jam e sigurt që nuk është se nuk ka dashur të shkojë, më kupton? Po se ka pasur ndoshta nuk ka pasur mundësinë, domethënë nuk kanë pasur asnjëherë një konflikt jashtë, për më tepër që Rozi me motrën e Gertës janë goxha mikesha, janë shumë mikesha. Unë respektoj shumë Oltën në këtë rast. Por gjithçka ka lindur aty brenda. Ke komunikuar me Oltën? Patjetër që po. Se pati goxha debat, Rozana në momenti thot Gertës që shiko se motra jote mua më ka uruar fitoren. Po, dhe është diçka që doli edhe në rrjetet sociale, është e vërtet, po sigurisht që dëgjoj. Un jam me këtë ide që një motër sado që të ketë debate me motrën e vet, nuk hedh kurrë motrën e vet. Po diskutohet. Domethënë të gjithëve na ka ndodhur që të kemi zënka të vogla me motrat, ndoshta s'kemi folur edhe një javë, s'kemi folur dhe 2 javë, se më shumë nuk besoj se ndodh me një motër. Por është motra jote dhe sa të do motra nuk të do askush tjetër. Pra kush pretendon që Olta po themi do më shumë një personazh tjetër brenda shtëpisë sa motra vet, nuk ka mundësi, nuk mundet. Domethënë, sido që të jetë puna, është lidhja e gjakut, është e pamundur. Është e pamundur që ti motrën tënde ta hedhësh poshtë për këtë. Jemi kurioz për bisedën që ke patur me Oltën. Një bisedë shumë miqësore, Olta është vajzë shumë e mirë, sigurisht diskutuam edhe për këto gjërat e fundit. Nuk më erdhi mirë që gjërat dolën, por jam e sigurt që kur të dalin jashtë, Olta me Rozën do takohen, janë mikesha shumë të mira, për këtë të jeni të sigurt.